Shqiptarë që e kemi ne rrezikojmë, a kupton, du të bëjmë para shpejt. Du ta bëjmë lekun shpejt. Po nuk është e mirë se rrezikon dhe bjen burg. Tash po e pash punën keq, tom drejtën unë, nëse kam litarin në fyt. Edhe nuk kam asnjë lloj rrugëzidhje tjetër, po normal se unë tash do bëj një punë, unë do bëj pislik. Po unë derisa kam mundësi, për shembull TikTok të ri, unë kam njerëz shok gjose më thojnë shumë shkruajnë privat. Ja për shembull, shef si ma gjuhë tjetër vetë, unë pa i kërku fare. Unë vetëm sikur 3 los loje, unë të los loja më ditë, unë paktën 500 euro, 700 euro i ftej më ditë. Po unë nuk bëj loja. Unë rri me 30.000 veta, 20.000 veta në live, 10.000 veta nuk bëj lojë. Unë vetëm rri bëj mohabet. Po puna është se nuk kem i stabilizuar. Në momentin që unë do marr një shtëpi, do kem një gocë, se ta kem tamam një fjalë. Kaloj jetën me të, atëherë unë do i shoh gjëra ndryshe me sy tjetër. Edhe do i futem një punë, nuk është turp. Edhe me hy me lyp në TikTok. Funi, se po lypin lloj njerëz se kanë pak audiencë, 200 veta në ditë, i kanë, a kupton, në live, edhe po fitojnë nga 500 euro ka i mirë në ditë. Po nuk është edhe turp me shku me punu unë tamam, me punu si njëri, me morë 2.000 euro në mujt, e marrë dhe me hyjnë në TikTokun, e me bënë i gallat, ne i shaka, e me fitu lekë në TikTok. Ekstra. Këto qeshin, këto e moj me shaka, sot të më kanë pa muzika ragjos në TikTok dhe nuk besojnë. Si qesh edhe ke. Po unë jam tjetër njëri, me më taku nga afër, jam tjetër njëri, kush më ka taku, se besojnë, thëmë, si ka mundësi në TikTok e ndryshe. Për zotin. Po normal se mu ma donë audienca, se unë po nejta si hoqë, po nejta këshu, këpëton dur lidhë, nuk njek njëri. Unë da bëj një galat, një shaka, një budalik, një argetim. A kupton, ndryshoj shumë më në taku nga. Po është TikToku. Më normal, ja për shembull, ishe ti, a ishe ti shparë më live, ishe me pak veta, hynë me mu. Unë ka që i kam njerëzit aktiv, ti ke ma shumë njerëz tani. Se unë i kam, a kupton, i kam suk shu, a kupton, par ne vine mjekin mu, me qenë njekin tjetër njëri. Po unë par ne dal nga vetja, e bëj gjona se s'duhet bo, edhe kryot audiencë, se po nejtë e këtu, dur lidhë, nuk e nejtë si një radhë, tip serioz i këshu, njerëzit s'du me pa ty, se kanë halët e veta, kanë streset e veta, thot, kush është ky, thot, se duri ta shaf te unë, thot, duke më nejtë si një radhë shu, të më posi i vështirë. Ndërkohë ai që më shef të mu, mund t'i ketë punë 1 milion herë ma mirë se unë, mund t'i ketë lek, a kupton, mund t'i ketë çdo lloj gjoje, ma shumë se unë, po thjesht, ai do me pa një njëri sa është i sinqert i drejtë, që e bën me qesh, se mund të ketë në hall në familje, mund të ketë një njëri të smut, po ka lek, po se shëron dot. Shef mu, hek atë, a kupton atë mërzitjen, stresin, depresionin. Se ka shumë njerëz që mjekin mu këtu se kanë lek me të thy kokën, si i kam taku në jetën reale, nuk i ditë se sa lekun e kanë. Po kam edhe i gjallë unë, se nuk i kam kërku gjallë, thjesht i kam taku, a kupton? Ase kam pa për diçka për tip fitimi, mi fjalë se unë tash vaste, ky ka lek edhe unë për i servilisem ti. E kam taku, e kam bo mirë pafshim, natën e mirë, unë i veç gjithë mi resht. Nuk shof unë ky është dikushi, edhe me këti për i lepihem unë. Unë i kam njësoj si ky se nuk është kërkushi, që s'ka lek, e kupton s'ka në i gjomë të rrezikit tjetë, si ai si i ka gjitha gjomë, unë i veç gjithë mi resht. Edhe s'du mi a ditë fare, nuk i servilisem as njonit. Sa ai që nuk ka si gjomë të rrezikit, nuk ka lek, nuk ka pasurit madhe, po amon ka sinceritetin dhe ka zemrën. Ashtë mund t'jetë djalë shumë i mirë. Edhe ai për shembull mund gjindet për shumë gjona, në moment që ti mund të kesh hall, ai mund të lejë jetën mas teje. Pra ne duhet mi pa njerëz, ai që ka paret, ai që ka lekun, ai shijon jetë, ai shijon jeta luksit, i ka punë për të rrezi, e me pas i hallun, mi thon hajde se du diçka unë, me shku mirat dikujt, se më kanë bë diçka, ai thotë vëllai unë s'pishin punët e mia për ty, se unë i kam punë për të rrezi. Gjene i tjetër kanë thotë, se s'jam për këtë punën. Pa ne njësë du t'i mash, a kupton gjithë mi resht. Se Zoti është i madh dhe të shef, a je djali i mirë, a je djali me të futën, a je djali sinqert, a nuk je djali të servirit. E lodha sot sa flet. Po ne më po diskutojmë ma shumë me ju. Po me këtë rast edhe kjo goca po ngjan. So ma shumë a kupton tash se me nejt vetëm unë duket sukam të fol me veten. Edhe ju fillojnë të qesh, edhe kot, nuk e merrni seriozisht muhabetin. Paktën kur je me këtë gocën të fol, pak ma ndryshe, pavarësisht ju prap qeshni. Sa mirë ke folë, thot dikush, shqyqyrë se folin një taman. Hata hapëm edhe i loj shala po na gjujnë. Se për shaka. Nana, di boj qokolata, mama, par favore, jo pikolino. Po qa po t'itali, me qa meresh? Unë merem, kam, si thot, punoj me të një dyqan robash, edhe me thonjt. Okej, shumë mirë. Me fjallë je këshu, me është me to, qenë to, që që të më thë? Estetik, që të më thë? Estetik, po.
E ke tatën apo pa ke punëtore? Jam punëtore, po S'ka gjë, në Shqipëri kam dyqan, se kam Po vajzë, nuk prish punë, edhe me punë nuk kam ajere. Pra, A kupton, nuk ka ne gjë, si ka unë respekte për gjithë gocat që punojnë kam ajere, rroba qepsi. Rroba qepsi e di që është? qepsi, jo. Rroba qepsi është fabrikë që qepin rrobat, Okej, po. A kupton, respekte për gocat, ma mirë punojnë rroba qepsi, ma mirë kam ajere. A kupton, merr një rrogë pak se sa, a kupton, shkoni me gjeni një mashkull, edhe që ju manë me të hangme, me të pime, qa don ju me rregullu thojt e me blet telefona e gjona, ndërkohë, a kupton, ai mund tjetë një mosh me madhe si ju, dhe ti nuk e dashuron me gjithë zemër, me gjithë shpyrt, po thjesht intereson sa je është dikush i ka lek edhe që ti plotson gjitha teka, gjitha mundësi. Nuk është, si thuhet, pasuria, nuk si thuhet. E dini, me fjalë, e dini që i merrni ato lek rroge, ato aq pak lek, pa amon, ja plotësoni dëshirat vetes juaj, sado pak, po amon nuk i servirizi një mashkull, me fjalë se s'ke dashuri për te, po thjesht nga ana ekonomike, me fjalë e dashuroni. Jo. Unë menoj që gocat do t'jenë, si thuhet, mashkull për veten e vet. Punojnë, kanë lekën e vet edhe si thuhet, se nuk di me fol mirë shqipen për zotin. Si ta shpikojmë. Feminizme. Okej, Kris. Feminizme. O çuna unë fol ju tallni bythën, por okej, Kris. Po merrni çik gjallë seriozisht e burr, se po na sa budalla jeni, po bëni çik serioza valla, se ka lezet e burr gjithmonë live e vari leshi skandale. Bëjmë një serioze për ta, kupton, flasim si është për të folur, për të marrë çik konferencë për shtyp. A kupton fare të fol me fjalë të nënta, ke parasysh? Fjalë intelektuale, gjëra të bukura, romantike, gjëra të mira. A zemra do me desh me fol tamam të slejnë për zot. Thëm drejtën, të nxjerrin nga durt, nga shinat. Për zotin tom kanë marrë më qafë mu. Iko Kris mos zhyj më, po mos marrë gjë se ti di. Mos zhyj Kris, se mos na i maj leket aty ke llogaria ime. Po qa bot në i gjo? Të sonë të kene i kolumbiane quna. Me qera fjale se harrafën. Ato arë njone i kolumbiana, kupton për respekt qunave tu difusi kërcime dhe jap një 300 euro. Ha me ti video. Shqitën gocët me trupin. Qa s'ka ku në TikTok. Qa na ka gjithë. O, Fjeraku, ku je tam qas... A ka bo zoti rris për zotin, me tonë drejten. Me pas me në kokë ty ta bo zoti rris me vërtet. Bëni qik fullor ti Fjeraku, të quna se kena shokun tonë. Kush e Fjerak, ja bëni qik fullor. Sa që është mërzit o shpyrt. Ma ka bo zoti rris, ke këta, të pijët, këti ta mushe prap, se e blin. Sa po kjo? Se mos bësh shtrejtë, se i blim market. Që më bleko zemë hargjon, për zotin kur. Alisa, ore njës, më gjoni mua. Shtan shumë aty Barcelona. Shumë për zot. Më gjoni mu. Merni një gocë më vlla, se e shqivi sa gocë e mirë. Merni vlla, jetoni me te, mos shkoni femna në femna, se lasht leshte për zotin. Paktin shkom shpi, a kupton, hanë buk shpi, robot i ketë lame, u artë në ardhera qenë. Era qara, po shoko, era sjetull, ka morë era bluzës me qelë, po shoko, s'ka femën që afro, dhe thëmë se s'vinë femën. Merni më vlla, kupton, në i shpi, merni një gocë që ta monë, se e shik një gocë e mirë, jetoni me te, qo se duani, martoni, ta bo gjellën, t'i lanë robat, i ke çdo gjë ta monë o vlla, jeto si njëri. Qarën gëllim hotel, o shoko, ka morë era dhom, era qerap. O shoku, ka morë atë kontradjerësën që është e pështja hellë komës, se kanë morë herë atletë. Ja se bëjmë shakara, kupton si ishe për show. Bëj shaka me zemre, se kur më takosh, do shikosh ja kupton si qatë djalja. Mu nuk hedh parfum se kam inat, se vjen me vjell, kap koka, më dhem koka, po më kam herë vetë ju, kupton herë sjetle. Se bëj shakara, se jam gjithë dhe që me për sollin, 2 metrë, sa gjatë jeti? 1,68. Pa qafu ti më zemër janë 2 metra qënë. Shive si jam unë o shpirë. Shive ja ku veshe me kostumë, shive. Jam gjithë e djallë. Ka me qikë se vesha mrapsht. Si jam unë, ku të krasë shtirë tja, kuptoj, në aeroport, në rinë, atje në Barcelona, sa tash në rinës, si jam unë. Ja se ta shikosha nëse mos t'kapin kishovë. Jam gjithë e qënë. 2 metra ja po i total? 2 metra jam. Ja. Shisa ja. Shisa jam unë zemë, ja. Gjithë e qënë. Preke hunën, mos ta bojmë sysh.
Por sot jam gjithë e si më thonë një buksier, më thonë kum shohin. Se nga që jam marrë me sport shurë dhe kam shpa, thot më thonë një buksier. Ndërkohë s'kam bërë një herë boks një time. 1.78 jam për zot. telefonin, është u fik telefoni për zot. Ato fika po të ja dëmik me stil. Që stili. S'ka gjome edhe po ikës për ish puna, kupton, gjithsesi ishte kënaqësi se folim që nge gocë e mirë, trujt zoti. Faleminderit. Nosha kur s'takohemi, patë na kupton kalum bukur. Presoj ti jesh mirë, kupton, ta plotësov zoti çdo lloj dëshire që ke. Në të goja. Dhe respekte për ty qatë për mjëve. Respekte edhe për ty. Falat por edhe ky shoku. Të Faleminderit. thot që nga gocë e mirë. Ky shoku a kupton? Kale, s'du me forcë, kale kënej si puna jote. Po s'po ta thom shteti, po kale kënej edhe jeni tjetër mentalitet, ju du fort, ju që keni lek kënej, a kupton, nuk I keni djallëzinat si ne shqiptar. A kupton, unë kam blerë në Shqipëri, jam rritë në Shqipëri, jam rritë burgjeve në për burg, po amon kam I gjohë se nuk kam ndryshu mentalitet shumë, a kupton, jam tip Europiani, nuk menoj kështu si shqiptarët, si katën, se me menin e shqiptarët, me menin e shqiptarët, se ku janë shqiptarët, përfunon keq, a kupton, është e kot. Nuk bën hajrën këtë jetë, vetëm vunë. Okej, pra ikse do në gjomi, pra të përshëndes. Faleminderit shumë, trujt Kalofsh zotë. bukur, Kalofsh ditë mirë. bukur. Ciao. Gjithashtu. Edhe ku e lëm bro kene